A është Big Brother VIP Kosova vendi ku një vajzë 18-vjeçare duhet të rritet dhe të sfidohet emocionalisht para syve të gjithë publikut? Mosha e Leona Binakajt është kthyer në temën më të nxehtë dhe më shqetësuese të momentit, duke ngritur pikpyetje të mëdha mbi kufit e këtij formati për një adoleshente. Presioni ndaj saj sa vjen e shtohet dhe duket se ajo është e pafuqishme për ta përballuar. Pas bullizimit të vazhdueshëm nga Alba dhe Benita, situata degradoi deri në gjuajtjen me jastëk. Përgoditja më e ulët erdhi kur në debat u prekën plagët e saj më të dëmshme. Banorët arritën deri aty sa t'i përmendin edhe nënën, e cila humbi jetën tragjikisht bashkë me motrën e Leonës në një aksident trafiku 4 vite më parë. Përballë kësaj dhune psikologjike, 18-vjeçaria ka mbetur shpesh pa fjalë, duke dëshmuar se pafajësia e moshës së saj nuk ka armë për të mbrojtur ndaj sulmeve kaq personale. Situatat kanë bërë që komentuesi i formatit, Halil Halili, të reagoj ashpër, duke cilësuar atë si një fëmijë dhe duke theksuar se ky format nuk është absolutisht për moshën e saj. Big Brother nuk është absolutisht për një fëmijë 18 vjeçar. Asnjë e këshir e lere më me kanë aty brenda. Është shprehur ai me stirash. Ndërkohë që disa thonë se tragjedia personale e ka rritur para kohe, pyetja që mbetet në fund është vetëm një. A duhet të lejojmë që një 18-vjeçare të sfidohet emocionalisht, publikisht për hir të lojës, kur ajo ende duhet të ishte duke shijuar vitet më të bukura të rinisë?